Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e kësaj të diele në aksin nacional Pogradec-Qafthan, rreth orës 11:30 minuta. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetër në afërsi të fshatit Pojsk. Goditja ka qenë e fortë, ku automjetet janë shkatëruar totalisht. Si pasojë ka humbur jetën një 26 vjeçare, ndërsa kanë mbetur të plagosur 4 persona të tjerë. Viktim ka mbetur Elmedina Loga, 26 vjeçe, banuese në Maqedoninë e Veriut, e cila udhëtonte si pasagjere në automjetin me targa të huaja që u përfshi në aksident. Ndërkohë kanë mbetur të plagosur edhe 2 drejtuesit e automjeteve dhe 2 pasagjerë të tjerë që ndodheshin në automjetet e përfshira në përplasje. Të 4 të plagosurit janë dërguar në spitalin e Pogradecit për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se shkak e aksidentit të rënd të jetë bërë shpejtësia e madhe ose parakalimi i gabuar, ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.